Ngjashëm siç kemi modulin studio, ku mund të ngarkoni një video të përfunduar, ka raste kur kemi përmbajtje digjitale, materiale video, të cilat duhet i përkthejmë në kohë reale. Për shembull, siç janë disa podcaste, disa evente që dëshironi t'i transmetoni drejt për drejt dhe t'i bëni ato përmbajtje të disponueshme. Publikut global në gjuhët e tyre. Nimber Live e mundson edhe këto opcion shumë thjesht. Në modulin podcast, kompanjen nisni një sesion. Nisni podcastin shpesh përmes YouTube-it ose ndonjë linku tjetër. Thjesht shtoni atë podcast dhe krijoni atë sesion. Pasi të keni krijuar sesionin, mund të zgjidhni autodetect të gjuhës, ose nëse e dini se cila do t'jetë gjuha e folësve origjinal, zgjidhni atë gjuhë. Në këtë rast do të jetë gjuha arabe. Pastaj klikoni filloni transkriptimin. Jo mund të zgjidhni vetë cilësinë e gjurmënit. Cilësia më e mirë është prap transmetimi dhe vonesën më të vogël. Edhe në këtë rast, zgjidhni skedën e shfletuesit si opsionin për të ndjekur atë podcast. Tu tani do të përshpejtojmë pak dhe do të tregojmë se si duket një podcast i drejt për drejt. Prap, kur e nisni podcastin, dani linkun me publiku mund të bashkohet me atë link dhe të zgjedh gjuhën në të cilën dëshiron ta ndjek. Por edhe të marrë përkthimin për atë podcast. Tu kemi shembuj në anglisht, gjermanisht, shqip. Pra, publiku nga gjithë bota mund të bashkohet dhe të shikojë përkthimin e podcastit tuaj në kohë reale. Kupto çapo thua, çapo thot audienca jote. Siç mund ta shihni, është e thjeshtë dhe e personalizuar në mënyrë që kushdo të mund ta përdorë. Kur seanca mbaron, ajo thjesht mbyllet dhe ju mbetet arkivi. Gjithçka që bëj atje.